Mojqabe bekuar, një ditë të pash në ëndër. Ajo ditë ishte dita mbulesës sime. Isha nisur që të vi të vizitoj, por jo e vetme. Nuk mund të shihja kthellet, por e kuptova se ishin anëtarët e familjes sime. Kur u zgjova nga gjumi, kuptova që është vetëm një ëndër. U mërzita. Thellë brenda shpirtit tim, e ndjeja se kjo ëndër do të bëhej realitet. Vërtet, u bë realitet pas 14 vite, dhe po, isha me anëtarët e familjes sime. Mëngjesin e parë që shkela me këmbë në uborrin tënd Mojqabe, përjetova një ndjenjë të papërshkrueshme. Afër meje shihja burra dhe gra që nuk po i mbanin dot lotët e tyre. Pas perëndimit të diellit, në namazin e akşamit, edhe unë nuk mund të frenoja lotët e mi. Ishte një ndjenjë e kënaqësisë që shpirti im po e përjetonte. U bë një vit e ca ditë që përjetova këtë ndjenjë të paharrueshme. Sa do doja të takoja përsëri Mojqabe bekuar. Lutem që çdo njeri që dëshiron të shkojë në Qabe të mos i ngelet vetëm ëndër, për t'i bëhet realitet.